kemi disa shkelje radhëzit kryeministit Rama. E para ka marrë përsipër të drejtojë Bashkinë e Tiranës pas një lloj mandati, domethënë duke shkelur pavarësinë e pushtetit lokal, duke shkelur, domethënë nuk është mbledh akoma Këshilli Bashkiak i Tiranës, që është i vetmi i zgjedhur nga qyteti i Tiranës, që ka drejt të delegojë dhe të jap, domethënë vendosë se kush do jetë. Domethënë zgjedh Këshilli Bashkiak nën kryetarin nga kandidatët që janë aty, nën kryetar, por po të kemi kështu në mënyrë se si zoti Rama, unë e kuptoj, domethënë edhe e kuptohet lehtësisht që këtë e ka bërë për shkak elektoral, sepse Tirana është një qytet që vendos shumë, jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë, sepse ajo që ndodh në Tiranë rrezaton në gjithë qytetet. Tirana kthen rezultatin, po. Po padyshim, nëse ndodhin ndryshimet, nuk në Tiranë ndryshon. Dhe për kujdesi i madh i zotit Rama për të kujdesur për bashkinë, për punën e bashkisë, dhe sidomos tani me këtë vendimin e sotëm të shkarkimit njerëzve pranë zotit Veliaj, hapja rrugës, pra, domethënë do të thotë automatikisht zoti Veliaj nuk është më kryetar bashkia e Tiranës, çfarë do që të ndodhë. Domethënë me vendimin e djeshëm, me tërheqjen e tij, me kërkesën falje, me idenë që unë po marr vendime pa u konsultuar. Vëm pikpyetje shumë të madhe, domethënë integritetin e tij politik. Pse i duheshin të gjitha këto prova për ta kuptuar zotin Veliaj që është në burg me dakordsinë e gjitha palëve, kishte dyshime mendon? Ai ka parë se ai ka parë se si ka shkuar Partia Socialiste, ju lutem. Ai ka parë se si iku Samir Tahiri. Ai ka parë se si u aratis Arben Ahmetaj. Ai ka parë fatin e Lefter Kokës. Ai ka parë fatin e të tjerëve që janë poshti. Ilir Beqaj u mbrojt dhe sot ndodhet dhe ai mbasekurave. Pra, këta emra, unë i sjell dhe i përmend djes vetëm për anë numerike, kam fatin e tyre dhe është drejtësia ajo që do të vendos për të gjithë, nuk kemi ne, por ne të tërë kemi parë këtë. Atëherë pse duhet besuar Rama vetëm tek Erion Veliaj? Përse Erion Veliaj besonte që sot i ndodhte një njëjtë fat? Sa ditë ke që nuk ndjek, domethënë nuk e ndjekim më Veliajin që të bëj reagime. Që ditën e tretë. Jo, që të bëjmë reagime. Që të bëj reagime. Nga siç bënte ditën e para. Që kur mësoi që u vu përgjim në burg me firmë edhe të drejtorisë burgjeve që është nën autoritetin e ministrit drejtësisë të qeverisë Rama, apo jo? Sepse nëse ja kërkon SPAK, nëse vendos gjykata, nuk ka, domethënë, vendim më pastaj. Pra në këtë moment e kupton që procedura do zbatohet 100%. Përse vazhdon dhe reagon në shpyetja ime? Ka pas shumë të vështirë ta pranoj që është rrezuar politikisht. Figurë shumë e fortë politike. Domethënë e ka pas pothuajse të pamundur ta mendojë domethënë që Erion Veliaj, një nga njerëzit më të rëndësishëm të Partisë Socialiste, një nga njerëzit më të rëndësishëm mazhorancës që nga 2013 mendoj që e ka pasur shumë vështirë ta besoj që Partia Socialiste po shkputet drejt, domethënë zoti Rama po shkputet nga pushteti i tij në Tiranë, por me një strategji të tillë që shkputja e tij mos të ndihet për shkak peshës elektorale që ka ai dhe njerëzit e tij në Tiranë. Njerëzit e tij ka lënë në listë hapur. A ishte ky një tjetër sinjal që duhet ta lexonte Erion Veliaj? I ka lexuar, por nga leximi në pranim nuk është kaq lehtë. Ato të cilët kanë pasur një pushtet shumë të madh, e kanë vështirë që një ditë të zgjohen dhe mos kenë asnjë lloj pushteti. Duhet një besim shumë i madh te vetja, domethënë te drejta, te e përhershmja që të shkosh me këmbë tokë të kuptosh që si e më ai që ke qenë. Mendon që mund të ketë çështje tjera që mund t'i hapen në Erion Veliajt përveç dosjes dhe që ne kemi lexuar. Me këtë lloj procedura po ndiqet në mënyrë shumë strikte ndaj Veliajt, telefonit celular, ju verifikuan mjekimet që merr që është vetëm mjekim për tension e lartë, ndërkohë ai që pretendon me burime gjithmonë që nuk jam mirë, pra jam paksa i tronditur nga këto situatat e tjera, ndërkohë pra çdo gjë po bëhet në mënyrë rigoroze. Shiko, politikisht po them që zoti Veliaj, sidomos me atë veprim, me atë poshtrim të djeshëm që i bëri zoti Rama, mendoj që politikisht domethënë tashmë është shumë larg Partisë Socialiste. Pastaj pjesa tjetër është njerëzore, domethënë dhe le të shpresojmë që të ketë një proces të drejtë, domethënë një proces njerëzor, një proces me respekt dinjitetin njerëzor. Edhe tërheqja tashmë e zotit Veliaj që nuk flet më nga burgu për prokuror të ndryshëm duke i akuzuar, duke patur një lloj arrogance, domethënë, tregon që tashmë po shkon shtratin e qeniut njëri dhe shpresojmë që të ketë një proces njerëzor. Pjesa tjetër pastaj është hedonizëm, nëse ne do vazhdojmë të lutemi që t'i ndodhi kjo, nuk besoj dhe ne duhet i bëjmë thirrje atyre njerëzve të cilët kanë atë lloj gëzimin të njeriu ka respekt në raportin e, domethënë, duhet të ketë respekt për vetveten.